Unë fillimisht futboll kam luajt vetëm në lagje, pra në hall, futboll të rrugës, deri në moshën 10 vjeçare. E mbaj mend si sot Agja kur filloi si trajner në Prishtinë me grup mosha të reja, pra me gjenatën U19, u zhvillonte një turner të në pallatin e rinis. Ti më herët kur pa luajt futboll këtu, veç rrugë? Jo, veç futboll të rrugës. Edhe shkova për me marr pjesë ato, ju bashkova ekipit, edhe prej aty kam mbet pranë te klubi i Prishtina. Ama të ke lënë shaj, po në luajën e parë. Luajën e parë kam debutuar me gol. Çfarë? Po a është kjo që të ka mungu dikush me të shty, me thonë hajde eja këtu? Po, si fëmijë i vogël gjithmonë kam pas dëshirë të madhe për me shku me një klub edhe me u zhvillu profesionalisht, jo veç futboll të rrugës. Mirë po, më ka mungu çaja që veç dikush me më shty mu, me marrë me veti, edhe domethënë që ato deri në moshën 10 vjeçare nuk kam pas, deri në atë moment kur u bë Agji trajner edhe